Gjitha standardet. Masakër. Iku ajo tani pse zgjasja ishte marrëzia Saliut, iku mbyll çfarë. E rikujton fakt për shkak të datës 26 për fondet dia, por është kjo një formë që është dashur të zbatohet më pas në politikën shqiptare? Cila? Pra kjo formë që zgjodhi Sali Berisha në ato kohë, duke manipuluar, duke ushtruar dhunën, duke kërkuar që ta tjetërsoj procesin gjithë. Nuk di unë se çfarë ashtu intencioni ka pas, pa ajo ishte një turp historik çfarë. Turp historik çfarë. Ai i mori, i dolën sondazhet që nuk fitonte, edhe bëri atë masakër. Pse do të rinte? Si do të rinte është histori e gjatë dhe shumë e komplikuar. Do ta merrni vesh kur dalin dokumentat. Kush është ai dhe për ka kaluar. Për agjenturat huaja. Ajde tani vazhdo përpara, me kaq mjafton. Vazhdoni, çka kishit? Doni që ta ndërprisni këtë çështje këtu. Dakor. Jo thjesht. Po çam duhet flasim për këtë? Do flasim politik apo për persona? Dakor. Nga ajo kohë deri më sot në procesin transformues që ka prodhuar, po them, politika shqiptare, ka patur ndikim ajo lloj procesi, pra forma që të ketë sërish zgjedhje të manipuluara edhe në ditët e sotme? Jo, mbas asaj nuk ka pas. Mund të ketë pas gjëra sporadike në gjithë botën, po ai nuk ka manipulim. Ai është grabitje me dhunë, çfarë? E gjithë kutive. Si fleti. Ai është grabitje, çfarë? Është një proces që ndiqet dhe monitorohet edhe nga europianët, nga ndërkombëtarët? Forma të tilla zgjedhore, nëse mund t'i quajmë forma zgjedhore. Cilat forma? Format e të bërit zgjedhje nën presion, për shembull. Po le tani ka me këtë dorim ne. Jo, avokat më ndiqni, po vijoj për më pas, pra format nga 90-ta deri më sot. Nga 90-te, jo më nga 90-ta, që nga 90-te saja deri sot, këtu nuk ka pas më probleme për manipulimin e zgjedhjeve. Pra që më e quani procesin pastër. Po sepse kanë qenë të monitoruara ndërkombëtarisht. Por e fund. Është ky një kriter për integrimin e vendit në BE, pra të patur proces zgjedhor të rregullt? Ai është kryesori. Po ne tani kemi të rregullt. Të konsoliduar. Konsoliduar. Se nuk pyesim ndërkombëtarët ato akuzat që bëjnë një kryetar partie me një tjetër, merren me ato ata. Ata kanë njerëz dhe vetë, ata dinë gjithçka. Edhe atë që flasim ne tani, po të marrë unë telefon me ata miqtë e mi, më thonë këtë the. U binde raportohet gjithçka. Po është për fuqi botërore, jo vetëm tani, në gjithë botën, çfarë. Ajo e mban ekuilibrin botëror. Ajo nuk e lë të keqen të dominojë në historinë aktuale. Në fund ajo çfarë. Dje ka qenë konferenca e 8 ndërqeveritare me Brukselin. Jemi më pranë Bashkimit Evropian? Më pranë jemi, po varet se si i ka marrëdhëniet Rama. Kryesorja e si e ka marrëdhënien me Washingtonin, të cilën nuk e ka pas të afërt. Dhe ajo na ka dëmtuar. Nga të dhënat që ka marrën këtë muajt e fundit, ose të paktën 6 muajt e fundit, jam në informacion që ka ndryshuar trajektoren nga Parisi në Washington. Ka të boll. Është më pranë. Po, nuk është me ne. Po, kapitulli 23 dhe 24. Ne jemi aleati kryesor i Shteteve Bashkuara në Ballkan, ju e dini. Edhe për kontekstin që japim mbështetjes të institucioneve drejtësisë për spakun, do të thonë. Në rregull, ata e kanë dorë gjitha. Ata po e bëjnë edhe reformën në drejtësi. Ishte presidenti amerikan që deklaroi këtu e 2 vjet para që ne do t'ja heqim korrupsionin Shqipërisë. E mbani mend? Sa është arritur? Spaku ka bërë punë shumë. Korrupsioni nuk ka lidhje me krimin ordiner. Po, korrupsioni është i goditur rënd dhe është drejt falimentimit. Pra është bërë një progres i mirë. Është bërë një progres i mirë, sepse Spaku ka ekspert ndërkombëtar atje, to dini. Monitorohet shumë thellë dhe s'ka dhënë asnjë pafajësi. Sakt.
Apo vijohet me të njëjtin ritëm, ka një pauzë apo nuk është kështu?